morali, natyra njerëzore dhe ligji i brendshëm. Pse njeriu ndjen se disa gjëra janë të drejta dhe disa të gabuara? Pse padrejtësia na revolton? Pse sakrifica na prek? Pse tradhtia na rëndon? Edhe nëse kulturat ndryshojnë, ekziston një ndjenjë universale për drejtësinë, një ligj i brendshëm. A është morali thjesht evolucion? Disa thonë se morali është produkt i evolucionit, se bashkëpunimi ndihmoi mbijetesën, se empatia rriti shanset për mbijetesë të grupit. Kjo mund të shpjegojë sjelljen, por a e shpjegon detyrimin moral? Sepse ne nuk themi vetëm kjo më ndihmon, ne themi kjo është e drejtë, kjo është e gabuar. Edhe kur askush nuk na sheh, edhe kur na kushton. Zëri i ndërgjegjës. Çfarë është ndërgjegjja? Ai zë i brendshëm që na ndalon, që na qorton, që na shtyn të kërkojmë falje. Në Kur'an përmendet shpirti dhe frymëzimi i tij me të drejtën dhe të gabuarën. Ideja që brenda njeriut ekziston një busull morale, jo thjesht rregull shoqëror, por ndjenjë e brendshme. Ligji moral dhe universi. Universi funksionon sipas ligjeve fizike, graviteti, termodinamika, forcat bërthamore. Por a ekziston edhe një ligj moral? Nëse universi është thjesht materie dhe energji, nga vjen ideja e detyrimit? Nga vjen ndjenja që disa gjëra janë objektivisht të gabuara? Nëse gjithçka është relative, pse reagojmë kaq fuqishëm ndaj padrejtësisë? Njeriu qenie biologjike apo morale? Ne kemi instinkte, por kemi edhe ideale. Ne kërkojmë kuptim, kërkojmë drejtësi, kërkojmë të vërtetën. Asnjë kafsh nuk pyet për qëllimin e ekzistencës. Asnjë nuk shqetësohet për kuptimin e jetës. Njeriu po. Pse? Një reflektim i fundit. Ndoshta morali është thjesht evolucion, ndoshta është konstrukt shoqëror, ose ndoshta është shenjë që ne nuk jemi vetëm materie, që brenda nesh ekziston diçka që kërkon më shumë se mbijetesë, që kërkon drejtësi edhe kur nuk përfiton, që kërkon të vërtetën edhe kur është e vështirë.